Shqipëria është fituese e turneut ndërkombëtar Memorial Vllaznia 2025, aktivitet ky organizuar për 3 ditë me radhë në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Ashtu si edhe në 2 ditët e para dhe ajo e treta u shoqërua me duele luftarake, ku mes tyre veçohet finalja peshës deri në 65 kg mes Kristian Balës së Shqipërisë dhe italianit Tarik, ku fitues doli Bala. Krahas Balës, kampion individual të këtij turneu u shpallën edhe Mauro Cani i Shqipërisë për peshën 55 kg, Tomislav Dinovic i Malit të Zi 60 kg, Miloš Raganovic po i Malit të Zi pesha 70 kg, Besjan Karajt dhe Pietrushka Muçej e Polonis pesha 80 kg, Elvis Selmani i Shqipërisë pesha 90 kg. Pjesë e turneut ishin edhe dekorimet për 4 nga figurat të boksit shkodran: Koleca Shiku, Viktor Martini, Kujtim Demi dhe Liman Kulla. Më pas ralla i erdhin ndeshjeve profesioniste të organizuara nga First of Fire dhe promotori Mondin Dou, të cilat nisën me çiftin e femrave. Julian Igel e Zvicrës dhe Ana Reyes e Kolumbis, takim ky i fituar që në raundin e dytë me nokaut teknik nga zvicerania Igel, që mban në renditjen botërore vendin e 43. Dueli i peshës 72 kg Alban Beqiri i Shqipërisë dhe Roberto Casado i Spanjës u fitua me merit nga Beqiri, ndërsa shkodrani tjetër Senat Drini fitoi me nokaut ndaj Gjermanit Schwarz, ndeshje e vlefshme për kategorinë e peshës 76 kg. Jam shumë i kënaqur me memorialin që u bë të 3 ditë në Shkodër. Pjesëmarrja e mirë, e bukur, dhe gjithashtu boksi profesionist që do ta ngejmë sa më lart që tjetë mujtën. Boksierët shqiptar po vazhdojnë majat. Falenderoj Nelson Hysen, i uroj suksese dhe të vazhdojnë sa më lart e dalin në kampion aty ku e dëshirojnë. Emocion shumë i bukur, dhe jam shumë i kënaqur me këtë pjesëmarrje që po ata sonte dhe me pjesën e publikut dhe tifozëve, me mbështetjen e tyre. Me thënë drejtën, me çka kam studiuar dhe me çka kam po neshjet e tia, më është duk më e fortë se sa ishte sonte, o është pjesa që mund t'im përgatit shumë për këtë neshje, ose është pjesa që kundërshtari nuk ishte në formën e duhur, ashtu siç mendova. Ishte ndeshja pak më e thjeshtë, mund ta quajmë, se sa jena përgatit. Rëndësishme është fitoria, dëmtimet nuk më binë mend, pasi nuk është hera parë që dëmtohem. Jam gjithë jetën i dëmtuar, po në përfundimi gjithmonë fitues, edhe kjo është më e bukur. E prisja është kundërshtar shumë i fortë, e kam pa edhe me ndeshjet e tjera. Meraku ishte ndoshta nga që nuk isha i përgatitur 100% në atë që unë dëshiroj të jem, por e dija që do e kaloja, pasi kam eksperiencë vetë dhe e kam pasion, di të luftoj, di të ecë në ring, dhe kjo është ajo që më jep sigurinë në vetvete që arri fitoret e mia, Bilço.